Një ndër aksionet më të mëdha të policisë së Kosovës kundër trafikimit me narkotik. Bashkëpunim dhe koordinim me autoritetet ndërkombëtare, ku sot u arrestuan në Kosovë 22 persona. 600 policë të Kosovës kanë marrë pjesë në aksionin e sotëm të policisë. Çka është aplikacioni Sky, i cili përdoret më së shumti prej personave që mirën me trafikim të narkotikëve? Sot është kryer një prej aksioneve më të mëdha të policisë, ku kanë marrë pjesë 600 zyrtarë të policisë së Kosovës. Ky është një ndër aksionet më të mëdha të antidrogës, i cili është kryer sot pas hetimeve disa mujore në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës dhe disa shtete të tjera. Në aksion janë arrestuar në total 22 persona në Kosovë, që të njëjtit dyshohen për vepra penale për krim të organizuar në lidhje me trafikimin e narkotikëve dhe pastrimin e parave. Krejt këto vepra penale, personat që janë arrestuar po dyshohet se i kanë kryer përmes aplikacionit Sky. Sky është një aplikacion i enkriptuar, i cili porositet online në tregun e zi ose përmes lidhjeve jo zyrtare, zakonisht prej personave që janë të zhytur në krim të organizuar. Jemi të folur për kriminal të kalibrit të lartë, trafikantë si këta që janë arrestuar sot, të cilët po dyshohen për trafikim ndërkombëtar të narkotikëve. Për me e kuptuar më lehtë, Sky nuk është vetëm një aplikacion që mundesh me e shkarku në një telefon normal edhe me vazhdu përdorimin e lirshëm. Ai vjen bashkë me telefon. Sigur ky telefoni jam që po e shihni këtu, që është iPhone, pra është i njëjtë, por që mundet me ardhë i modifikuar. Zakonisht këta telefona janë iPhone ose më herët kanë qenë edhe BlackBerry që kanë qenë të modifikuar. Për shembull, kur porosit në tregun e zi dhe pagun me Bitcoin, zakonisht bëhet pagesa me kriptovaluta, për me marrë aplikacionin Sky, ai vjen si iPhone i modifikuar për shembull, i cili s'ka as valë aktive telefonike, as kamerë e as ndonjë aplikacion tjetër. I vetmi aplikacion që ai telefon e ka të instaluar në to është aplikacioni Sky. Në këtë telefon, fjalët në aplikacion fshihen vet brenda disa sekondave, varet edhe çysh e përcakton përdoruesi. Pra ka një siguri shumë më të fortë se sa aplikacioni për shembull Sinjal apo Telegram, që më herët u fol që nuk mundet me u përgju, pastaj edhe dallojnë prej telefonave normal. Për shembull, përdoruesit e aplikacionit Sky munden me fol vetëm me persona të tjerë që janë në këtë rrjet, pra që edhe ata kanë telefona me këtë aplikacion në to. Pra të gjitha bisedat janë vetëm me përdoruesit e këtij aplikacioni. Tani nëse përdoruesi vendos një kod që ndryshe quhet si panic wipe ose panic password, në momentin që vendoset ai kod, për shembull kur merret në pyetje prej hetuesve policor, edhe kërkohet me çel telefonin, mundet me vendos atë kod të panikës ndryshe me sujt, edhe fshihen të gjitha fjalët që kanë mujt me urujt në telefon, pra në telefonin me aplikacionin Sky. Këta telefona nuk kanë përndryshe as internet, as Google, pra Safari ose diçka shfletues, as email, por vetëm aplikacionin Sky. Tash qysh policia ka arrit me përgju këtë aplikacion, ose qysh është infiltruar në grupin e trafikantëve të dyshum, këtë e shpjegojmë pak më vonë se prej kujt janë mbështetur për me kryer këtë aksion. Rastet e tilla ka pas edhe më herët edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Shtetet e Ballkanit Perëndimor, për ata që nuk e dinë, zakonisht shërbejnë si vende tranzit të narkotikëve. Si Kosova, Shqipëria, Serbia dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, zakonisht shërbejnë vetë si vende ku narkotikët mbahen ose edhe përpunohen për me u dërgu pastaj në tregun evropian, ku vlera atyre është shumë e madhe. Për këto detaje një ditë kemi me sqaru më gjatë, po të kthehemi tek aksioni i sotëm i policisë. Aksioni është zhvilluar në rajonin e Prishtinës, Prizrenit, Pejës dhe Gjilanit, ku janë mbasnisë në total 47 lokacione. Policia gjithashtu ka sekuestruar disa prova materiale lidhur me këtë aksion, përfshirë lëndë narkotike, 129 vetura, mbi 134.000 euro para të gatshme, mbi 20.000 franga zvicerane, $490, 13.000 euro para të falsifikuara, 9 ora dore të markave të njohura, mbi 30 armë të llojeve të ndryshme, municion, një prerse për paketimin e heroinës dhe kokainës, laptop, telefona USB dhe dokumente të tjera. Sipas njoftimit të policisë dhe prokurorisë, tashmë janë ngrirë mjete në llogari bankare të dyshuarve në vlerë mbi 500.000 euro, ndërsa sipas informacioneve që kemi marrë në nacionale nga burime të sigurta, kjo vlerë tashmë ka arrit deri mbi 800.000 euro. Krejt ky operacion i policisë në Kosovë është mbështetur nga një shkëmbim efektiv të dhënave me autoritetet e Belgjikës, Francës, Holandës dhe Europolit, i cili ka siguruar koordinim ndërkombëtar policor e që u drejtua nga prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës. Çdo kem pak a shumë të dhënat që janë bu publike prej policisë dhe prokurorisë deri në momentin që po flasim. Normalisht ky aksion përbën një ndër aksionet më të mëdha kundër krimit të organizuar dhe trafikimit me narkotik.